Ju fatmirësisht me punën dhe karrierën tuaj keni pas mundësi edhe të udhtani jashtë Kosovës edhe të veproni. Çka është diçka që do doje ta sillje si frymë me vendeve tjera sa më shpejt në Kosovë që mendon që do ta përmirësonte shëndetin tonë? Kjo është një pyetje shumë interesante. Unë kam punu shumë në sektorin e shëndetësisë me organizata të ndryshme, edhe kam pas fatin për me pa kontekste të ndryshme. Përparësia tek ne është se kemi një strukturë të përgatitur të profesionistëve shëndetësor, cilët janë të përkushtuar, kemi profile e kuadro të cilat janë një përparësi, kemi një infrastrukturë po ashtu që është një përparësi. Mirë po, ajo që ka kisha pas dëshirë është që politikat të cilat ekzistojnë, të cilat janë po ashtu në bazë të standardeve të zbatohen, të fuqizohen përmes financave, të kthehen në praktikë.